Prej 3 javësh, fshatrat e Luginës së Kirit nga ura 7, Prekalli si dhe fshatrat e njësive administrative të Pultit dhe Shoshit janë të izoluara për shkak të shëmbjes së një segmenti të rrugës së Prekallit. Ndërkohë që po punohet për riparimin e saj, banorët e Prekallit në këto kushte udhtojnë me automjete deri në afërsitë të zonës ku po kryhen punime dhe më pas e kalojnë në këmbë segmentin e dëmtuar për të pritur automjete të rastit që vijnë nga Shkodra. Një nga banorët e Prekallit në pritje për të udhëtuar deri Shkodrës tregon vështirësitë me të cilat janë përballur prej 3 javësh që nga shëmbja rrugës. Po detyrohemi me marrë makinën deri te rruga Shemur, masanej të presim makinë grahin tjetër për të shkuar në Shkodër. Sa më mëlle si kanë nevojë për domethënë Prekallit edhe Dukazhinit, për shkak të rrugës Shemur duhet me marrë makinë grahin tjetër për me shkuar në Shkodër. Gjatë kësaj periudhe, banorët e Prekallit, Pultit dhe Shoshit janë detyruar të kalojnë nga shala Thethi për të mbërritur në Shkodër, por edhe ky udhëtim ka qenë i vështirë për shkak të rreshjeve të shumta të borës dhe ngricave në rrugë. Patjetër, normal, po nga bllokimi i tepërt i borës nga rruga Thethit nuk munden tani të kalojnë. Jo, me energjinë elektrike na kanë mirë deri tani, por për shkak kohës skese, domethënë ka ndonjëherë shkputje. Rruga Postrib, ura 7, Prekal është një nga 2 akset kryesore që shërben për krahinën e Dukazhinit, duke lidhur ato me Shkodrën dhe Anasjellës. Shëmbja ndodhur mbrëmjen e 2 janarit izoloi pjesën më të madhe të fshatrave të Luginës së Kirit deri në Shosh. Sipas mbikëqyrësve të punimeve, besohet se puna do të përfundojë brenda një jave, duke mundësuar rikthimin e qarkullimit të automjeteve.